Europe. If Vienna is not your destination, please identify yourself to the cabin crew. Today you are flying on Airbus A320. Please move longer. Atëherë jemi në avion edhe po nisemi po ikim, por akoma pa njerëz. Kështu që nuk thamë përshëndetje nga avioni në Vlogmas 14. Morëm dhe një cappuccino edhe water, mori dhe Adriana këte edhe mora kështu me qumasht milk. Po, nuk i kishim dot pa brexheli këtu. Erdhem në Vjenë, jemi në Austri dhe kemi marrë diçka për të ngrënë. Shikoni si jam bajta sekret. Edhe derisa të vija Andi vllai, pra ka marrë tek vllai, ke Andushi. Andi jeton nuk është se rrin në Vjenë brenda, është pak larg nga këtu. Edhe me që ai ka marrë trenin këtu, moti shumë i keq, shumë e mjegull, sepse patentën këtu nuk e kanë nxjerrë, këtu duhet bërë shkollën, është akoma proces shkolle. Më vështirë për të marrë patentën. Okej, ka marrë këto bifteqet, provojmë bifteqet e Vjenës. Edhe ka disa perime të zjera, po si na havu, do me thënë as të zjera, gjysmë të pjekura. Ka marrë edhe Adriana pilaf me perime, por që pak e ka ngrënë. Kemi marrë dhe një bukë, se na sinqerisht na mori uria. Morëm edhe bukë. Edhe tani po presim dajen. Më besoni, do t'jetë një periudhë shumë e bukur dhe aq më shumë që kemi plotësuar e Adrianes këtë dëshirë. Kështu që do të shikojmë, do me thënë çfarë do filmojmë këte, po ka shumë njerëz edhe nuk dua që të filmoj, po që jam shumë e lodhur. Duhet ta dini që jam e kputur, e raskapitur, full. Ok, kam gatru terminalin, sepse i kam thënë Andit që jam në terminalin 3, po që kam në terminalin 2 në fakt, se kam gjuhë mirë, kam gjuhë gabim, po more vesh tashi, po vjen Andi, ka kërku në 2 terminalet të në Vjenë, edhe ja kështu të bën motra, ngatron terminalet. Jemi duke e prit, edhe po vjen. Adriana ka marrë një King kështu Sprite. E morëm tuke goodies, jo Burger King. Adriana është kështu ma be. Po si daja? Mau berapa juga boleh? O zot, sa bukur Vjena. Po provoj edhe trenat këtu, i provova, do me thënë, hyp me i tren, zbrit me i tren, jam knaq, se është një fshat turistik atje ku Riandi, edhe kështu që nga që jemi shumë të lodhur, do të shihemi nesër në një tjetër vlog, ku do të ketë edhe 2 vlogje bashkë, do të ketë ditë që mund të ketë 2 vlogje bashkë, kështu që natë, se ne jemi lot, edhe tani sa zbresim të shplodheme.